e sot? Bukur. Përshëndetje. Përshëndetje. Gëzuar 8 marsin të gjitha vajzave, grave, nënave, edhe burrave tashmë. Apo jo. Shumë bukur. Në fakt, do të flasim sot për evoluimin femëror, por sigurisht në aspektin e diturisë vedike. Përshëndetje. Okej, jemi live me disa studentë lotësoshën që po dëgjojnë në YouTube, jemi në live në TikTok, jemi në live dhe në Instagram. 3 me 1, 3 për 1. Përshëndetje. Bukur. Dhe ju e dini sigurisht që unë nuk është se jam këtu për të thënë gjëra domethënë sipërfaqësore apo gjëra që të gjithë i dim, përmendesh, por jam sigurisht për të thënë pra gjëra të vërteta. Të paktën pra sipas aspektit të diturisë vedike që sigurisht ishte dhe në kohët pellaske. Është një dituri e cila praktikohej pra në epokën në kohën gjithashtu të shqiptarëve të lashtë, të vërtet. Gëzuar. Si jemi neve në ditët e sotme dhe se si perceptohej femra pra ideale, sigurisht femra për veten e vet, në radhë parë, dhe për të tjerët, në kohët pra të lashta vedike gjithashtu. Sigurisht edhe në vendin sot që quhet Shqipëri. Përshëndetje. Gjithçka që sot unë do flas, pra brenda kësaj gjysore apo një ore që kemi në dispozicion, vjen pra nga shkrimet dhe bisedat e mjeshtrit vedik Prashantri Vedi, të cilin unë personalisht do ta quaja mbrojtësin dhe shkaktari i evoluimit për të gjithë femrat pa ego në këtë planet, gjithashtu dhe të meshkujve. Në fakt, në ditët e sotme, domethënë, kemi shumë gjëra që po ndodhin dhe njerëzit janë bombarduar, jo po dosja Epstein, jo po lufta Irani, gjëra kështu. Video që dalin në celular, dalin vet, pa kërkuar të fare. Është një bombardim shumë i madh i inputave tuaja, sido që të jetë. Të ndërtojmë pra temë sot, sigurisht do flasim për evoluimin femëror. Në fakt, përpara se të fillojmë, femrat si specie, që ka shkruar shumë bukur Prashantri Vedi, ne do të diskutojmë sot, në diturinë vedike thuhet se kemi pra 3 parime. Nuk kemi vetëm femër mashkull, edhe pse sot femrat janë për meshkuj, meshkujt janë për femra, kemi bërë një çorb në ditët e sotme në Kali Jug, në epokën e errësirës akoma, por jemi duke dalë. Ekzistojnë në fakt në diturinë vedike 3 lloje gjinish. Okej? Është parimi mashkullor, parimi femëror dhe parimi asnjanës. Ai ajo, dhe parimi asnjanës ose gjinia e tretë. Domethënë, parimi asnjanës, për shembull, dhe në kjo gjë ndodh edhe në është një parim kudo në gjithë botën. Dhe nuk po flas sepse parimi asnjanës nuk do të thotë që një burr ka të drejtë të bëhet grua, se kështu ju tek. Okej? Por thjesht është i lindur ashtu. Është i lindur mund të ketë të dyja, pra nuk quhet as femër as mashkull. Okej? Këtë gjë kemi dhe në kimi, për shembull, kemi protonin, që është energji pozitive, domethënë parimi mashkullor. Okej? Protonin, elektronin, negativ, parimi nuk është negativ, po kështu quhet në kimi, është pra parimi femëror. Elektronit dhe neutron, që do thotë neutral. Neutral, do thotë pra asnjanës. Sido që të jetë, neve sot do të fokusohemi më tepër tek 8 marsi, i vajzave, i grave, dhe çfarë do thotë evoluimi për ta sigurisht. Atëherë, le të ndalojmë tek femra si specie. Shumica e femrave në këtë planet, thot mjeshtri vedik, ka një lloj kundërshtimi të veçantë
pothuajse kokfort për të parë realitetin e botës ku jetojnë kështu, që kanë të shumë të vështirë për të përqendruar në terma, që do të ishin mirë që të dishin për shpirtin e tyre, për fizikun e tyre, që duan ta bëjnë sa më të bukur të jetën mundur. Duket pra sikur gjërat negative ose gjendja e ferrit thjesht nuk ekziston për to. Sipas tyre dhimbja dhe tortura janë të rezervuara vetëm për kafshët më thertore, ose për meshkujt, për shembull të burgosur nga luftra. Vajzat moderne kryesisht preferojnë të qëndrojnë në kokën e tyre ku çdo gjë mund të kthehet në çfarëdo që ata duan, të paktën për një kohë të shkurtër. Në Shqipëri neve kemi patur në gocat e vogla të paktën, nuk e di, edhe në vende të tjera, po edhe në Tiranë, te lagja Alidemi, kishim një lojë, kush bën poza më të bukura, kush bën poza më të bukura, okay? Kurse në ditët e sotme, kush bën poza më të bukura përshëndrohet nga vajzat e sotme në kush bën ndërhyrje më të veçanta, më të bukura, më shumë, apo si të zhdukin pjesën natyrale që ata kanë në trup, ato kanë në trup që është thjesht rezultati i karmave, apo jetëve tyre të mëparshme, rimi-shërimi. Po, ne do bëjmë një bisedë tani, do themun ato që kam për të thënë unë, pastaj do bëjmë kush ka pyetje dhe përgjigje pastaj, në rregull, sigurisht. Po jo tani. Ata që bëjmë pyetje tani nuk do i shikoj. Ata që bëjmë pyetje pastaj do i shikoj dhe do t'i diskutojmë bashkë nëse keni dëshirë. Nuk është çudi që ato thjesht femrat në ditën e sotme gjenden duke bërtitur me mos besim të plot kur realiteti godet dhe flluzkat shpërthejnë kur përballen me realitetin dhe jetën e vërtetë. Sigurisht nuk po flasim për të gjitha vajzat, për të gjitha femrat, po flasim sigurisht në mënyrë shumë të përgjithshme, okay? Ka disa vajza që zakonisht ecin rreth rrotull me krenari, sikur bota të ishte plotësisht e sigurt e tyre, si një kënd lojrash për to duke kërkuar lavdërime nga specia e tyre përballë në përgjithësi mashkullore, e cila zakonisht është më e gatshme t'ia jap atë lavdia të përkushtim për një kohë të shkurtër për agjendën e tij të përkohshme. Ky lavdërim pritet jo për ndonjë aftësi për të jetuar apo evoluar, apo arritur dituri mbi çfarë është më mirë për trupin tënd, me dimensionet më të larta, me kërkim të femërores hynore, por thjesht për faktin sepse janë femra në këtë rimi-shërim. Sa për kuriozitet, në jetë të ndryshme njeriu mund të ndryshojë gjini, sipas Vedikës, rimi-shërimi. Besoni? Po. Okay? Dhe pra në kohët e lashta sigurisht një femër ishte në kërkim të diçkaje më evoluese se vetja e saj, diçka më e mirë se ajo që kishte, është natyrshme apo jo. Sot çdo pyetje për të dalë nga matriksi i ferrit ku ndodhen mbetet shumë i largët për shumicën e femrave, sidomos në këtë planet. Jo për gjithë, okay? Por për shumicën po them. Nuk e di, uroj që mos kemi fëmijë tani që po na dëgjojnë, ato që janë nga mosha 18 e poshtë, apo 16, 18 e poshtë, të mos të më dëgjojnë tani. Guru Piti deklaron në mënyrë mjaft të zgjuar dhe të thjeshtë se shumë nga specia femërore e llojit Homo sapiens, domethënë njeriu i sotëm që është në ditët e sotme, pra shumë specia femërore vuajnë nga një lloj mendimi se ato mund të evoluojnë, shpirti i tyre mund të ndriçohet, ndërkohë që bëjnë marrëdhënie fizike apo jo dhe fizike, apo lidhen me meshkujt më të ulët se vetja. E kemi përmendur dhe në disa video të tjera, por do ta sqarojmë pak në një mënyrë tjetër. Për shembull, një femër nëse pra ka një marrëdhënie seksuale do thoja, pra është një akt hapjeje dhe pranimi i esencës së qenies mashkullore ndaj të cilës ajo hapet, ajo ndaj të cilës një femër ndjen tërheqje të mjaftueshme për mashkullin, me të cilin ajo flen apo zgjedh të lidhet, ajo është gjendja drejt së cilës ajo do të shkojë dhe do të përjetojë në të ardhmen e saj, qoftë në këtë jetë, qoftë edhe më tutje. Ky është një ligj multiversal i pathyeshëm i përjetshëm. Ndërsa ato janë të zëna duke marrë esencën e këtyre meshkujve që mund të jenë më të ulët, mund të jenë ose më të ulët ose të barabartë me to, pra nuk duhet të mashtrojnë veten me fantazi për lumturi dhe evoluim.
nuk gjendet evoluimi dhe lumturia kështu. Grupi ti thot se një soj është një soj si të hash hamburger të ndyrshëm, me mish, me ato fajrat atyre të pashëndetshme dhe njëkohësisht të përpiqesh të mbetesh i dobët apo i shëndetshëm. Evoluimi, lumturia dhe shkuarja në gjendje parajsore nuk mund të arrihet për ato femra që thonë, "Oh, më pëlqen ajo që është e lartë dhe hynore, por dua të flej me atë që është më i ulët." Okej? Sa më rrit egon, më fërkon egon, më rrit. Të gjithë e dinë se çfarë ndodh me një lastik, ajo kur tërhiqet nga dy anët, sigurisht do shkëputet. Mashkulli i lartë quhet një mashkull që ka hapur pra çakrat e tij dhe ka punuar me veten dhe është elektrik i zgjuar, ka zgjuar kundalinin e tij. Okej, mos na shani. Ndërsa një mashkull pra i ulët quhet që një mashkull që nuk ka punuar me veten, por që do me thënë blen lule, lavdëron femrën në fillim, pastaj kur martohen këto gjëra të tjera lindin pra çakërdira, konfuzione dhe grindje. Në ditët e sotme një femër në Shqipëri sigurisht nëse nuk është edukuar mbi konceptin se çfarë duhet të quhet një mashkull i lartë, ajo është e kënaqur duke qenë një nën apo e dashur e këtij apo një nuse një mashkulli të ulët duke qenë se ajo të paktën merr disa lule apo lavde gjatë 14 shkurtit, Shën Valentini apo dita e saj ditëlindjes apo maksimumi dhe për 8 mars me mik. Po i quajnë dhe për 8 marsin. Në rastin tjetër është pra kur shumë femra shqiptare të zhgënjura dhe si nga dukshmëria e meshkujve të tyre të ulët, ato mblidhen dhe festojnë së bashku me njëra tjetrën. Hajde do bëjmë këtë fest, do festojmë 8 marsin duke harruar dhe shmangur paqartësinë e gjendjes së tyre jetësore. Megjithatë në këtë kohë të çuditshme, shumë të tilla e shpallin veten si perëndesha, apo s'kan tani në video në TikTok, Instagram, i thon vetes tyre, unë jam perëndesh, unë jam kështu, unë jam gjithë gjërat mira, ndërkohë që nuk është e vërtetë apo jo. Çdo lexim i teksteve të lashta vedike do të tregojë cilësitë që përbën një perëndesh, dhe sigurisht një perëndesh apo si një qenie që dëshiron femër që dëshiron të evoluojë nuk mund të ri ose të shoqërohet pra me njerëz që nuk janë të paditur, me njerëz që nuk kanë qëllimin e evoluimit, por thjesht të shkatrimit të vetvetes, ndoshta. Madje jo vetëm perëndeshat, por dhe femrat e zakonshme që kishin një dëshirë të sinqertë për një evoluim, i shërbenin dhe hapeshin vetëm ndaj meshkujve, për shembull rishi, që quheshin atëherë, që kishin bërë shumë lavdërim për kulje shërbim ndaj për një kohë shumë të gjatë ndaj hynores, ose që ishin shumë të evoluar, kishin hapur 7 çakrat, kishin punuar shumë me veten, sepse vetëm kur një femër lidhet me meshkuj të lartë, pra ajo siguron evoluimin e saj. Në fakt mashkull, parimi pozitiv, gjasme, duhet të ishte një mashkull, domethënë quhet pra ai duhet punoj me veten e vet, në këtë mënyrë kur ai hap gjithë çakrat dhe punon me veten e tij, atëherë femra që ajo lidhet, edhe ajo evoluon. Dhe kështu është qëllimi i lidhjes, çdo lidhje. Nëse nuk ka një evoluim, atëherë është kot. Do grindje derisa të bëjnë pleqe edhe ose ndarje ose gjëra, nuk ka pra evoluim, nuk ka gëzim. Gëzim, evoluim domethënë jo evoluimi nga majmuni, po evoluimi i shpirtit që të arrisë, domethënë më shumë dituri, më shumë zgjuarsi, më shumë këshilla, për shembull, nëse një është një mashkull shumë i lartë, do t'i japi gjithmonë këshilla një femër, dhe ajo do të sigurisht ajo do t'i japi çakrat pastaj, në qoftë se sigurisht mashkulli. Por nëse s'ka, atëherë ajo duhet, nëse s'kan mashkull të lartë, çfarë duhet bëjmë dhe këtu do t'i japim përgjigjen. Rregull, se ma bën pyetje dikush. Si, më mirë vetëm se sa i ke shoqëruar? Do ta sqarojmë, okay? Në kohët vedike, që i përket sigurisht dhe pellaskëve tan, në kohët e arta, femrat nuk jetonin në iluzionin që ajo që është më e lartë është thjesht diçka për t'u admiruar nga larg. Jo, ndërkohë që vetë lidheshin me atë që është e ulët, është absolutisht absurde. Edhe nëse për shkak të rrethanave ndodheshin larg, pra nuk kishin një mashkull të lartë afër, ose në zonën ku banon, ose në lagjen tënde, ose në punën etj në jetën tënde, ato qëndronin vetëm dhe praktikonin
ata qëndroni vetëm. Pra praktikonin përqendrimin tek diçka që është më e lartë se ta. Radh parë duhet dilin në natyrë, që të fitojnë një farë logjike. Logjika nuk vjen në qoftë se nuk lidhemi me elementet e natyrës. Okay? Në vend që të rrethoheshin pra vetëm atë që është e ulët. Për to, ajo që është më e lartë ishte diçka me cilën duhet të ishe, të shërbet, të hapesh taj saj, diçka që është e lartë, sepse ato donin më të vërtet lumturi dhe evoluimin. Shumica e grave në Shqipëri janë rritur me edukimin jo për evoluimin e shpirtit të tyre, por thjesht për të lidhur me meshkujt në përgjithësi të ulët në qoftë se nuk kanë punuar me vetë në vetë, pra për disa fëmijë vazhdojnë me mos edukimin e fëmijëve të tyre, çuna do i lindin, do i edukojnë në këtë mënyrë, dhe kështu ultësia dhe pa vetëdia ushqehet duke u ngecur në vazhdimsi, edhe me brezin, kalamaj që do bëjnë, nëse s'ka dituri, as ato nuk do evolojnë, pra do vazhdojnë në burgun matriksor, ku duket se ato s'kan dëshirë të dalin. Le të lexojmë sqarimin briljant të gurus, Pinor prashan trivetin mbi iluzionin e plotësimit mashkull-femër. Meshkujt dhe femrat në këtë planet, edhe pse ndihen të pakompletuar brenda vetes së tyre, kanë krijuar iluzionin se sapo të bashkohen me njëri tjetrin, ata do të arrijnë perfeksionin hynor. Ky është i tëri parimi bazë për seks, për marrëdhënie, për martesë, për në përgjithësi çdo lidhje. Atyre nuk u duhet shumë kohë për të zbuluar se bashkimi i tyre nuk çon në lumturi hynore. Në fakt, gjërat vetëm mund të përkeqësohen. Të sinqertët e pranojnë këtë, të tjerët jo. Për fakte dhe grindjet mbesin. Është goxha e vështirë për ta të pranojnë se plotësimi që ata kërkojnë mund të realizohet vetëm nëpërmjet bashkimit me hynin, me diçka superiore, me diçka të lartë dhe jo me qenjet e tjera të papërsosura. Një fenomen i kohëve të fundit që quhet çlirimi i grave moderne, supozoj pra se kishte të bënte me të gjitha me fuqizimin e femrave. Okay? Përmes të qenurit financiarisht e pavarur, domethënë ajo të kishte një gjasmë edukim, edukim për të punuar si burrat, domethënë ato të bënin punët të zakonshme si që bënin meshkujt, siç mund të mendojmë kjo gjë i bëri ato më shumë burrërore. Apo dhe lesbike disa, i bëri të shkatrojnë feminitetin e tyre, kështu që çlirimi i grave në fakt doli të ishte një luftë kundër femininitetit. Ai gjithashtu përfundoi duke ndihmuar sistemin e matriksit të lig, sa më shumë punë, sa më shumë persona në punë, aq më mirë. Apo dha përshtypje se në një mënyrë të sigurt për të arritur barazinë me meshkujt ishte të inkurajoje femrat që të bënin gjërat që burrat i bëjnë, për të denë për shembull, të kenë lidhen me kenë marrëdhënie me shumë meshkuj që dëshirojnë, ai sa ato do dëshironin, dhe femrat në fakt u treguan të gatshme. Po flasim në përgjithësi dhe për disa femra, jo të gjitha, okay? Dhe kjo sigurisht ishte qetësuese, pra, domethënë, për shembull këtu në Norvegji fillojnë shumë të herët, vajzat fillojnë marrëdhëniet shumë herët dhe pastaj japin pilula gjërave disharmoninë hormonet e tyre. Gjatë pa nevojshme absolutisht. Dhe që kjo të bëjë ishte pra në fund të fundit u realizua, por a solli ndonjë dobi? Absolutisht jo. Sot në shumë intervista në televizion si përputhen, u puthen shumë, u përputhen, dhe e të tjerë, Big Brother, apo në rrjetet sociale, perversiteti po arrin maksimumin, si që keni parë dhe vetë, dhe është bërë shumë e lejueshme, pra interesante për dëshirat demoniake të masave që i dëgjojnë. A është vërtet? Çfarë solli ky çlirimi i grave? Çlirimi i grave në sipërfaqe duket sikur ishte për fuqizimin, pra, të grave do bëhen të forta, më liri, më do ecnin përpara, por në të vërtetë ajo ishte për shfuqizimin e tyre. Për shembull në ditët e sotme në Tiranë, për shembull ke vajza që kam parë shumë raste në fakt burrat punojnë fare, gratë punojnë shumë, edhe kujdesen për fëmijët, gatuajnë, edhe vazhdojnë. Edhe pastaj thonë s'kam fuqi u lodha, edhe bëjnë 8 mars një festë dhe gjasme marrin energji për të rimbushur për vitin tjetër. Fuqia origjinale e grave ka qenë gjithmonë aty që nga ndarja e gjinive, ajo qëndronte në zgjedhjen se në cilën rrugë drejtim do të lëvizë përparoj trungu gjenetik fëmijët e tyre. Ata
ato zgjedhin se me cilët do donin të bënin fëmijë. Kjo është fuqia e femrës. Dhe në këtë mënyrë ato vendosin se cilat cilësi do të barteshin përpara. Sepse me atë mashkull që do lidhesh, fëmijët do bëhen të genet do vazhdojnë apo jo. Deri tani zgjedhin cilësi të ulta sepse meshkujt që ato zgjedhin janë, domethënë, në përgjithësi nuk kanë evoluar dhe nuk kanë asnjë frymëzim që të bëjnë pra të lartë. Detyra e vërtetë e një femre ishte të zgjidhte kush ishte mashkulli më i lartë. Peter! Pak zhurmë ande. Detyra e një femre ishte të zgjidhte kush është mashkulli më i lartë. Kjo zgjedhje sqaron mjeshtri Prashant Trivedi tek Dituria pravedike dhe tek libri i tij Eposi i Piti, për ata që duan më shumë, mund ta lexojnë gjë që bëj dhe unë tek seancat e avancuara të meditimit lotusoshëm. Pra, kjo zgjedhje që një femër duhet të bënte sigurisht përpara se të lidhej, pra duhet dituri apo jo? Kjo zgjedhje ishte ajo nga e cila meshkujt në përgjithësi kishin frikë, sepse i bënte meshkujt që të punonin seriozisht që të ngulisnin tek brenda në brendësi të tyre cilësi më të larta hynore, të cilat sigurisht do të ishin shumë më joshëse për partneret e tyre femra. Ashtu si thuhet tek libri, ashtu si një pallua mashkull i përpunon pendët dhe vallëzimin, për ta bërë veten të denjë. Sot nuk ndodh kjo as tek njerëzit, Në thelb, femrat vullnetarisht e rrëzuan veten nga ky piedestal. Në emër të çlirimit të grave e humbën të gjithë jeshin dhe dinjitetin, të paktën në syrin e universit. Meshkujt nga ana tjetër ishin mjaft të kënaqur me procedurat, pasi atyre nuk u duhej më që të punonin me veten e tyre. Gjendeshin variacione të mjaftueshme, dehjesh, për shembull, të gjinisë femërore tashmë. Duke bredhur rrugëve ishte tepër e lehtë për të patur shanse dhe për të kryer marrëdhënie. Cilësitë e vetme të cilat ata duhet të punonin ishin vetëm lajkat dhe të qenurit sipërfaqësor tek femrat. Pra mbi femrat, domethënë lajkat, blerë ndonjë lule kështu në fillim fare, sepse femrat kaq, ditën e sotme ti bësh ca lajka dhe gjëra kështu, femrat menjëherë për një do e pranojmë. Jo të gjithmonë, por në përgjithësi, okay? Kjo sillte dobi, sepse dhe egoja e femrës rritej prej lavdërimeve të shpejta kalimtare, por sigurisht nuk i sillte dobi evaluimit të trungut gjenetik, pasi që pas ardhësit e këtyre bashkimeve, pra një femër me një mashkull të ulët, do të ishte gjithmonë me cilësi të ulët. Kur një femër flen me një mashkull, ajo në thelb është duke thënë atij, unë jam mjeti marrës, ashtu siç natyra ka projektuar, dua të marr diçka prej teje. Okej, dhe thot mashkulli ka diçka të rëndësishme për të thënë. Çdo mashkull normal fiton vetbesimin pas kësaj vule, okay. Ai e ndjen se ka diçka të rëndësishme për të dhënë, kështu që femrat në të vërtetë përfundojnë duke rritur vetbesimin e meshkujve me cilësi të ulët. Sa i thot, çfarë të punojmë? Kjo është gati. Kjo s'kërkon asnjë gjë, si më thënë. E nuk po flas për lekët, po flas për nivelin e lartë të inteligjencës, të vetëdijes. Pra, aq të ulët në fakt është rritur, ultësia është rritur, domethënë, shumë të ulët sa që në ditët e sotme dhe shumica meshkuj apo jo janë bërë të femrat, sot çfarë kemi sot? E quhet e pranueshme, e quhet moderne bilestor. Është bërë shumë mod. Mjeshtri avatar hynor Prashant Trivedi tregon se në tregimet e lashta të Vedave, gratë zakonisht i zgjidhnin burrat e tyre në një ceremoni të quajtur Svayamvar. Në parim, pra ato zgjidhnin, pra kishin një femër dhe duhet zgjidhte, kjo ishte detyra e femrës. Nëse ajo s'kishte tru dhe s'kishte dituri, do zgjidhte një tulët. Nëse kishte edukim, e dallonte kush mashkull ka punuar me vete, sa çakra ka hapur, kush ka hapur më shumë çakra, kush është mashkulli më elektrik ose elektromagnetik. Elektrik do të thot energjia e çakrave është pastruar, pra ka hapur shumë dituri, ai domethënë të evolon. Ai është mashkull ideal. Pra ato zgjidhnin këdo që ato mendonin se ishte lloji më i mirë, ose nuk zgjidhnin
ndonjë nëse mendonin se askush nuk ishte fort i mirë. Le të themi tani se cila është gjëja më kryesore që një femër në ditët e sotme. Pra, përqendrohemi tani, folëm për ata që ishin të lashtët, siç duhet, domethënë në mënyrë të duhur. Le të themi cila është gjëja më kryesore që një femër sot duhet të di që të arrijë evoluimin e saj femëror. Ajo duhet patjetër të mësojë mbi ligjet natyrore të forcës. Forca në diturinë vedike quhet Shakti. Domethënë, ndoshta edhe mund ta keni dëgjuar disa prej jush, pra do thot forca, do thot energjia femërore hynore. Shakti do thot fakt energjia femërore hynore. Rregullat quhet ndryshe, pra këto quhen gjithashtu ligjet hynore të multiversit apo ligjet hynore të universit, të cilat unë mësoj dhe tek meditimi lotusoshëm për ata që dëshirojnë të mësojnë, dhe të kenë dituri, është falas online çdo javë, grupet fillestare. Kush dëshiron, mund të regjistrohet në WhatsApp, më shkruani nëse keni dëshirë të vini në mesazh ose në WhatsApp. Afrodita duhet vi te klasa jote të mësoj ligjet hynore të multiversit. Sigurisht jo vetëm kjo tema që sot ka shumë ligje hynore të multiversit për ata që duan të ndriçojnë. Dhe nëse një vajzë, nëse një grua apo femër nuk zgjedh të mësoj dhe praktikoj, sigurisht që ti praktikoj duhet të mësoj një, nëse nuk i mëson nuk i praktikon kurrë. Dhe as ka për ta praktikuar, do të mësoj nëpërmjet vuajtjes, dhimbjes. Kurse mund të mësosh dhe pa vuajtur dhe pa dhimbje, mund të mësosh më përpara, apo jo, që të karish evoluimin apo lumturinë. Së pari një femër që të shkojë drejt energjisë ose evoluimit të saj femëror, sepse kjo është dhe tema, është të bëjë tokëzimin të lidhet me tokën. Toka është energji femërore hynore, quhet Bhudevi në diturinë vedike, ose toka, Gaia, është energji femërore hynore për shembull. Për shembull, dielli është parimi mashkullor. Gjithashtu qielli është energji femërore hynore. Pra, nëse lidhesh me këto, për shembull hëna, energjia e hënës, hëna kur bëhet e re ose është gjysmë, si gjysmë, është e kurbatur apo jo, është me hark, ashtu si gjinte një femre, ose femra mund të ketë forma. Në ditët e sotme meshkujt që shkojnë në palestër dhe marrin ato proteinat, fryhen, bëjnë ato muskuj si me forma, është bëhet si femër, do thënë, kur e rrumbullakosur, është si femër. Mashkulli duhet të jetë elegant dhe elektrik. Qoftë do mësoj pra energjia mashkullore hynore është energjia Shivës, që në fakt kishte fisi i lirë që adhuronin këtë energji më përpara, po sot nuk din. Pra Shiva perëndia e syrit të re, domethënë është një energji mashkullore hynore, domethënë një qenie, edhe një njerëz mund të jetë. Po sot kuptohet shanset janë shumë të ulta sepse njerëzit, sidomos meshkujt, nuk kanë punuar as me çakrën e parë në përgjithësi, se ngrënia e mishit nuk të bën që të pastrosh çakrat, sapo kuriozitet. Se në Shqipëri thonë, mishku, proteinë, do bësh mish në viçit. Meshkujt që han mish nuk kanë për të pastruar kur çakrat. Do jenë gjithmonë të destinuar të jenë të ulët fatkeqësisht. Dhe nuk mund të bëjnë elektrik, sepse nuk e lejon natyra. Po, tokëzimi është shumë i rëndësishëm. Nëse nuk lidhesh me tokën të paktën, pra për të arritur evoluimin femëror, një vajzë, femër, fakt edhe meshkujt sigurisht, por sidomos femrat, është patjetër e rëndësishme të bëjnë tokëzimin, lidhur me tokën, është energji femërore hynore, kurse për meshkujt që duan të pastrojnë çakrën e parë, të bëjnë tokëzimin sepse toka është nëna tokë. I jep gjithë ushqimet, do të tregojmë pra respekt. Sigurisht postura e dur dhe këto gjërat të detajuara i mëson tek meditimi lotusoshëm së bashku me mua, nëse dëshiron. Tani është e hapur, nuk do të jetë gjithmonë kështu. Pra, zgjidhni njerëz të edukoheni dhe të shkosh drejt jetës jo të dhimbjes, jo të torturave, por të evoluimit. Duhet dituri. Një femër duhet kalojë kohë në natyrë absolutisht. Natyra quhet si e dashura e hynoret, hyjnis ose zotit.
ose aksit të gjithë botës, burimit të gjithë shkaja. Është një nga manifestimet, është energji femërore, sigurisht natyra, jo natyri. Duhet vështrojmë pra me respekt dhe për ulje natyrën që konsiderohet pra si e dashura e hyjnisë sipas vetave. Parimi femëror për shembull është toka Budevi, qielli, perëndesha Aditi, prej të cilës lindën 5 elementet të natyrës. E gjithë natyra punon me raportin e art-fi. Kush ka dëgjuar numri i Fibonacci? Fi. Dhe fjala femër vjen nga fi, fe, që do thot femër. Emër me fi. Fia është raporti numri Fibonacci, raporti arti mesëm, që do të thot është ajo me cilën natyra punon. Gjithë zarzavatet, pemët, lulet, çdo gjë punojnë me raportin faj. Dhe pa u lidhur me natyrën nuk mund ta kuptosh këtë gjë. Pra bëj paktën tokzim 5 minuta 10 minuta për ditë ose prek një pemë që quhet tokzim, sepse pema e ka rënjë në tokë. Femër, pra fi vjen nga fi, female, jo male, po female, është fi përsëri. Pra femra është si një portal për të bërë fëmijë, fëmi, duke krijuar familje. Kjo është nga aspekti gjuhësor tani. Rregull? Sigurisht këto gjëra kemi mësuar nëpërmjet gurus Prashant Trivedi, i cili është një mjeshtër i diturisë vedike, ka një mendje të ndriçueshme dhe në fakt ai është me të vërtetë ka hapur 7 çakrat e tij. Dhe mund të mësoni nga ai. Dhe në fakt kam shumë studentë Lotusoshin që janë meshkuj dhe sigurisht e kam mësuar këto gjëra nëpërmjet meje të paktën shqip. Okej? Domethënë, një mashkull që të jetë elektrikisht i zgjuar do thotë ka shumë dituri, por është elektrikisht i zgjuar. Ka ndriçuar gjithë kundalinin, që do thotë është bërë me shpatë. Është tylla kryesore kotërësisht ndriçuar. Prashant Trivedi thotë një gjë shumë të bukur tani, që është tema jone parafundit, përpara se ta mbyllim, thotë një gjë shumë interesante që mua pëlqen shumë në fakt. Ai thekson se vajzat sot, le të kthehemi tek vajzat tani prapë. Okay? Vajzat sot sillen sikur të ishin Liza në botën e çuditërave. Femrat e këtij planeti, jo të gjitha, por në përgjithësi, janë si Liza, secila në botën e saj të çuditërave, edhe pse pa ndonjë çudi të vërtet. Çudi do të thonë një mrekulli. Pa mrekulli. Në këtë botë çuditërash, e vetmja çudi është se ligjet dhe rregullat e forcës, pra shakti, ligjet natyrore, nuk zbatohen. Kur nuk i di, nuk mund t'i zbatosh. Është e vërtet, Majola? Okay? Në këtë botë çuditërash, pra ligjet hyjnore nuk zbatohen. Ato në thelb mund të bëjnë gjithçka dhe çdo gjë mund të ndodhë gjithashtu. Veprimet ato më kujtojnë se çdo veprim ka një pasojë, okay? Këto lizat në botën e çuditërave mendojnë se nuk ka pasoja të veprimeve që ato bëjnë. Edhe nëse kanë, ato thonë, t'ja na shkalojmë. Ato krijojnë rregullat e tyre, ndërsa enden përreth duke eksploruar këtë realitet alternativ, ku ato janë duke si mbretëresha dhe shefja gjithçkaje. Baza e kësaj bote çuditërash është programimi. Është programimi i përgjithshëm nga mediat në Shqipëri, si përputhen, shohin njerëzit përputhen dhe mendojnë që ashtu do bëjnë dhe në jetën e zakonshme, sidomos këto vajzat e reja që s'kan fare dituri. Okay? Big Brother është domethënë shembulli kryesor i heroinave në ditët e sotme. Apo jo New Age, feminizmi, neofeminizmi, por thelbi vërtet i saj vjen nga një ngurim për të përballur me realitetin dhe të vërtetën. Ato nuk shohin ndonjë nevojë për të mësuar këto rregullat e vërteta të shaktit, që është forca femërore, hyjnore, zgjuarësia, inteligjenca, që po ta kesh, po ti jesh lidhur me këtë, që çdo kush mund të lidhet, po ta kesh këtë gjë, është atëherë fiton inteligjencë, nuk do bësh zgjedhje të gabuara, nuk do të shkosh në botën e vuajtjes së dhimbjeve. Në qoftë se një vajzë pra nuk mëson këto rregullat e vërteta të shaktit, pra nuk lidhet me natyrën, nuk mëson ligjet natyrore, atëherë ajo do mbetet pa shakti, domethënë do mbetet pa forcë. Pa forcë, pa shakti, humbja e shaktit do thotë
se je në botën e çuditërave, ëh? Dhe nuk kupton se bota e çuditërave përfundon duke u shtruar në botën e ferrit, ashtu siç Liza e zbulon në fund fare. Okej, femra dhe bukuria, kjo është tema jonë e fundit tani? Në rregull? Femra dhe bukuria. Ç'mund të thuhet për bukurinë kur një femër sot ka frikë të shikohet në pasqyrë, se apo të dalë te dyqani poshtë pallatit për bler bukë, nëse nuk ka bërë ndërhyrje antinatyrale me trupin e saj, po me fytyrën e saj. Guru Prashant Trivedi në fakt përfaqësuesi Satyam Shivam Sundaran, që kemi bërë edhe më përpara, që do thotë shiv është bukuri, është e vërteta. Domethënë një qenie, një njeri, qoftë femër apo mashkull, që ka të gjithë diturinë brenda, sigurisht do jetë i bukur. Nëse nuk e dituri, je duke shkuar drejt shëmtirës. Okej, të brendshme dhe të jashtme. Piti sqaron kaq qartë mbi të bukurën dhe se si arrihet bukuria absolute. Ai thotë se shumica e femrave në këtë planet e kërkojnë bukurinë që në moshë shumë të re, gjë që është krejtësisht natyrale. Që nga momenti kur fillojmë të qëndrojmë para pasqyrës, forca shakti nuk gjen asgjë të gabuar në këtë. Është një gjë plotësisht natyrale dhe është një qëllim i mirë të kesh këtë synim për bukurinë. Apo jo, gjithë duhen të bëhen të bukur. Gocat dhe çunat, burrat grap. Edhe ato asnjansi. Por gjërat shkojnë shumë keq, shumë shpejt, sepse vajzat nuk janë në gjendje të bëjnë punën e nevojshme për të përmbushur qëllimin e tyre të vetëm më të thellë dhe më të dashur. Dhe nuk e kam fjalën se nuk i mungon për të lyer këto gjërat, nuk e kam fjalën për atë bukurinë e përjashtme, por bukurinë e brendshme, sepse e jashtme vjen vetëm nëse e brendshme është aty. Nëse bukuria e brendshme është. Dhe bukuria e brendshme mund të sigurisht fitohet me punë. Jo me operacione dhe gjesh një të dashur me leka, apo këtë por duke punuar vetë. Okay? Lidhja me natyrën, të hash ushqimet e dura, sigurisht vegetariane, të lidhesh me tokën, të fillosh të flasësh mantrat e dura, unë duhet punoj me veten time, unë duhet të arri bukurinë e vërtet, që do të thotë ti do dituri. Një qenie pa dituri nuk mund të bëhet bukur, okay? Por gjërat shkojnë pra shumë shpejt, jo shumë mirë, sepse vajzat nuk janë në gjendje të bëjnë punën e nevojshme për të përmbushur qëllimin e tyre, siç e tham, okay? Ato nuk e përqafojnë dhe nuk përputhen përputhen i shohin ato filmin, ato emisionet e shpifura, por ato nuk përputhen me qëndrimin e të mësuarit, pra nuk duan të mësojnë posturën e vërtet, posturën e qëndërzimit, nuk bëjnë pendesën, që do të thotë disiplina shpirtërore ose lavdërim për kulje shërbimtare më të lartë dhe hyjnore, që mësojmë sigurisht edhe tek meditimi Lotus Ocean së bashku me mua, Afrodita Zajan. Sepse LPSH, postura e dur, postura e qëndërzimit, postura e folura nga qendra e gojës të bën pra rritet bukuria e një personi në çdo ditë. Në vend të kësaj ato përqafojnë gënjeshtrat, shëmtinë dhe gjithë programimin e gabuar të kësaj bote. Për shembull kemi Kardashian ose njerëzit që kanë një bukuri fallce nga përjashta, ata quhen bukur sot. Okay? Lakurisia me sjellje të shturur në publik. Fjalë sidomos në intervistat ose në të emisionet shqiptare ditët e fundit, që të marrin sa më shumë followers, sa më shumë njerëz që ndjekin, flasin fjalë shumë të ndyra. Dhe për të rriturit. Që dhe i shohin kalamajt pastaj. Okay? Pra, dhe pastaj presin që bukuria e tyre të rritet. Kjo sigurisht nuk mund të ndodhë, pra pa bukuri të brendshme nuk mund të kesh të jashtme. Dhe kur përballen me rritjen e shëmtisë, atëherë gjithçka kthehet në depresion, ankth, pasiguri dhe të vlerësim të ulët, gjë që i bën të bien dhe më thellë më shumë në gjendje ferri. Edhe sikur të mund të mbanin qoftë edhe vetëm idealet e tyre të brendshme të bukurisë, të punonin për to, pra do të dilnin nga gjendja e ferrit. Ferri ka lidhje drejt për drejt me shëmtinë, ndërsa bukuria, hieshia, dituria, ndriçimi, dituria me parajsën. Mirë se vini tek seancat në meditimin Lotus Ocean, ata që duan të vinë, për të mësuar më shumë mbi konceptet jetësore vedike. Kush ka pyetje mund të bëjnë. Shari edhe këto gjërat bajni për vete se s'na intereson shumë. Futet tu, del atje. S'futet fare në fakt dhe del. Po, mirë njohje.
Instagrami, se këto TikTokot janë shumë të së merret vesh. Po dëgjojnë apo? Mirënjohje, ka ndonjë pyetje diçka sharje dhe këto mbajni për vete, kurse pyetje sepse kjo është për diskutim dhe për të mësuar ndonjë gjë që nuk e di, nuk është kështu për të thënë jo po ti di më shumë e ti di më pak, është për të diskutuar, për të diskutuar çështje jetësore të rëndësishme, apo jo? Po mirënjohje, mirënjohje. Ndonjë pyetje? Kemi 5 minuta kohë të lirë. Mirëdita. Po, e zgjodha sot një temë domethënë pak të veçantë edhe sepse unë ju e dini që unë nuk mund të flas për gëzuar, 8 marsin, të gjithë jeni të bukur, të dashuruar, të mrekullueshëm etj etj. Do themi gjëra siç janë. Se do mësojmë diçka apo jo. Nëse nuk e kemi diçka, diturin duhet ta kërkojmë. Nëse se kërkon do thotë atëherë dhe universi s'ta jep. Si ta pastrojmë energjinë e ulët? E dashur, pastrimi është në radhë parë toksimin, nëse për të dyja gjinit sigurisht. Dhe ngrënia e ushqimeve të durë. Ngrënia e ushqimeve të durë vegetariane, të cilat çdo kush mund të janë. Cila është mantra për të larguar mendimet jo të mira? Unë i dua vetes të mirën. Unë i dua vetes të mirën thuaj 20 herë. Me z, jo nga mendja, me mendja nuk pinoj, duhet ta thuash me z. Cilësia e qenies njerëzore pa mësuar ditori, po pikërisht, pa mësuar ditori nuk mund të evolojë, as një mashkull, as një femër. Sa mirë këto çuna do ta bën pyetje, çfarë do thotë një mashkull elektrik ose si të bëhen si të bëhen vërtet ose si të pastrojnë çakrën, të paktën të parën. Do të di ndoshta. Sabi jo, do jemi bashkë pastaj, do të fillojmë live, do të fillojmë seancën pastaj, po. Po unë ja dua vetes të mirën, duhet ta thuash. Si vet kur ferma apo femra? Femra është e lidhur me natyrën dhe jam bërë vegetariane, po burri im jo, do të më ul mua. Po fillo ti ndryshon një herë dhe në qoftë se ai shikon që ti bësh më mirë, sigurisht që dhe ai do fillojë të ha ushqimet që ti bën. Përgjithësi femra gatuan në shtëpi. Kështu që edhe ai drejt asaj gjende do shkoj për të përmirësuar, në qoftë se ti ke filluar së pari. Por sigurisht të thash, një mashkull që vetëm mendon që të haj mish edhe mishi nuk hap asnjë çakër. Ti bën më shumë pis. Që do thot, energjia hynore nuk vjen dot tek ty, se ke vibracioni i mishit të ul shumë poshtë. Po, e vërteta është. Ne doni ose doni të vërtetën? Tani, nëse sigurisht dhe nëse kemi ngrënë shumë mish dhe je shumë nuk e lë, mund ta paksosh avash, dhe sigurisht të duhet dhe dituria ngrënës së ushqimeve të dura, duhet hash pra. Nuk do të thotë se s'duhet hash. Duhet hajnë, por ushqime të vegetariane dhe të balancuara. Sepse ka më shumë dhe dituri pasi mëson balancën, pasi mëson energjinë vegetariane, pastaj ka dhe më dituri çfarë duhet ngrënë posaçërisht, duhet balancosh energjinë tënde, zjarrin, ujin, ajrin duhet i balancosh në ushqime gjithashtu që të bësh super i shëndetshëm, super i ditur dhe evolimi, kshuarit evolimi. Gratë rinë në TikTok? Po. Po ne femra si ti pastrojmë çakrat. Okej, çakrat? E i pastron çakrat rreth parë toksimi. Ushqim vegetarian, 10 minuta toksimin për ditë rikëm spathur në tokë dhe me një shenjë për ulje ndaj tokës, sepse toka është e fuqishme. Kush e pa në Greqi dje që tërmete kush i bën toka. Kur ja sjellin majt hundës. Dhe ushqime vegetariane sepse toka kemi thënë dhe lopa është e njëjti simbol. Pra toka shifet si lopa, shifet si një pjesë fraktale e tokës. Gaja do thot kao, është toka. Dhe në qoftë se ha mish kao, mish viçi, mish lope, je kundra tokës. S'do t'i pastroj çakrat toka. Në qoftë se je kundra saj, je kundra nënës tënde. Si mund pastrosh çakrat? Nuk arrihet kjo gjë.
pa ushqime vegetariane. Sigurisht nuk po them se duhet bësh me zor, po them atë që duhet para përgatitje për të bërë atë që dëshiron, nëse po. Mish me mish, po. Nëse do theren kafshët, edhe njerëzit janë të destinuar të shkojnë në atë drejtim, apo jo, tani që keni me këto lajmet e me këto gjërat. Edhe në mishin që shitet, në sidomos të dyqan që është e paketuar, dhe mund të vi sidomos nga ato që vijnë nga jashtë vendit, që nuk e njeh kush e ka bërë, aty ke dhe mund të kesh dhe një mish njeriu aty, të përzir. Kështu që po. Çfarë mishi të ham? Asnjë lloj mishi pra. Jo mish, ushqimet vegetariane do thot jo mish. Sigurisht në qoftë se ka ëngër shumë mish dhe dëshiron avash avash, ta lësh, të paktën mishi i lopës dhe i viçit apo pra mishi i viçit, biftek çaja këto, mishi i lopës është mishi që ka karma më të këqija. Mishi ka pasoja, po, ka pasoja, të çon në gjendje ferri. Edhe pas vdekjes do paguhet karma që keni ngrënë mish njerëz. Nuk ja thon këto gjërat në përshkollë, se nuk mësojnë këto diturit. Po, ka pasoja. Ngrënia e mishit do të shndrohet, do të kthehet në vuajtje, dhimbje, sëmundje, as diskutohet. Do pagohet. Në qoftë se sigurisht e lë mishin fillon drejt evoluimit, atëherë sigurisht të ikën kjo karma e keqe, por duhet ta bësh ti vet. Çdo njeri duhet ta bëjë për vetën e vet. Unë do ta bëj për ty. As për ty. Do ta bëj për veten. Sigurisht unë këto janë, po flas pra për të dhënë këshilla dhe për të zgjuar pak vetdijen se çfarë janë ato veprimet e tura për të bërë. Sepse sigurisht pra mishi i viçit e këto janë më të këqija. Pastaj avash avash lihen edhe pula e këto gjërat. Se do ketë kafaze për pulat edhe për kafshët, do ketë kafaze për njerëzit, thuhet. Apo lopët. Mirë, okay, shumë bukur. Besoj jemi të sqaruar, kishin pyetje tjera nga TikToku e Instagrami? Shumë djegsa, shumë bukur, 20 veta. Normale, njerëzit do shohin Big Brother dhe këto gjërat fallcitete në mënyrë që të marrin ato inputet, të fusin inputet në shisat tuaja, në syt, në dëgjim e gjërave budalliqeve që njerëzit të mos fitojnë për detyri dhe të mos dalin nga Matrixi. Dalja Matrixit kjo do thot evoluimi. Dhe evoluimi pra femëror që ishte tema e sotme, pra kjo është, sepse as mjeku, po, normale, mjekët hajnë mish. Ato thënë duhet hash, po. Domethënë, një mjek i pa evoluar normale, çfarë do që të evoluosh ti? Hekur mund të marrësh nga ushqimet të tjera më shumë më shumë sa mish. Protein mund të marrësh më shumë nga ushqimet të tjera se sa mish. Çdo gjë merret nga. Un kam shumë studentë Lotus Ocean që nuk sigurisht nuk janë vetëm femra, janë dhe meshkujt dhe kanë arritur evoluim goxha në fakt. Lum ato goca. Pra sigurisht pra një femër ka detyra e saj është të zgjedhje. Dhe në qoftë se zon një femër nuk di, nuk ka detyrim, nuk ka kush ka mësuar njëri, okay? Atë ajo zgjedh pa dashje, zgjedh meshkuj ose një mashkull, ose një mashkull më të ulët se vetja. Dhe ajo shumë e ka punuar deri diku, ka marrë disa dituri, ka punuar deri diku me veten, ka master, ka kujdion çfarë ka. Por ajo kur lidhet me një mashkull të ulët, vibracionet e saj do ulen automatikisht. Do ajo s'do, ajo të saj do t'i ulen, sepse është ligj hyjnor. Energjia kalon që kemi thënë 100 herë, energjia kalon nga mashkulli tek femra. Sigurisht një mashkull më i lartë automatikisht e ngrë femrën, sepse femra është marrëse. Okay, kurse mashkulli është i jep. Në qoftë se ka çat japi, sigurisht e kemi thënë, madje më përpara. Në qoftë se s'ka çat japi, atëre do marri plera. Edhe do prodhoj dhe plera. Do më thënë në kuptimin e fëmijëve nuk të bëjnë pra trungu gjenetik do shkojë drejt sigurisht dhe degradimit. Sigurisht do të vinë epokat vedike, sa për kuriozitetin tuaj, jemi në tranzicion tani. Ka mbaruar pra epoka e peshqve, si thua, fillon epoka e ujorit dhe shumë dituri për këtë, ata që do të trashëgojnë tokën, pra do kenë këto lloj diturish. Në qoftë se do e kërkojnë këtë gjë, dhe marrin këtë dituri. Okej, ju përshëndes atëherë, nuk pas ka pyetje më?
Kalofshi bukur dhe gëzuar tek Marsin, njerëz.